Nëse Interi ka ende një fije shpresa për titullin e Serie A, ja ka poçë mbi të gjitha Christian Aslanit. I thirrur për të zëvendësuar Çalhanoğlu në rotacionin masiv të miratuar me Simone Inzaghi, mesfushori kombëtarit zyrtar jo vetëm që trashëgoi zonën e fushës së turkut, por dhe detyrën e ekzekutuesit të penaltive. Në fund një performancë që nuk i bën të ndjenjë mungesën e mesfushorit turk. Ai trashëgoi gjithashtu detyrat e gjuhëtisit të penaltive nga Çalhanoğlu, i qetë nga pika e bardhë. Ai pothuajse shënoi 2 gola në distanca e i bën Interin të luajë me ritmin e moderuar që i duhet për të marrë në shtëpi një ndeshje që nuk ishte kurrë në dyshim. Shkruan Tutto Mercato Web duke vlerësuar me notën 7 mesfushorin shqiptar. Corriere dello Sport gjithashtu e vlerësoi me notën 7. Falënjes në stol të Çalhanoğlu, ai filloi si mesfushor dhe imitoi turkun nga pika e penaltis për të dhënë fund një mungesë golesh në Serie A që kishte zgjatur më shumë se një vit. Aslani kishte nevojë për një mbrëmje si kjo për të rritur vetëvlerësimin e tij. Faqja e internetit pranë Interit, L'Interista, shkruan: Jo Zielinski, por Aslani nga pika e penaltis. Ai veshi pelerinën e superheroit të Super Çalhanoğlu dhe zhbllokoi një ndeshje potencialisht të rrëshqitshme me një penalti të pandalshme. Arkitekti mesfushës së kaltëve madje edhe nga formacioni i Treqerekut, goli i dytë i sezonit pas atij që shënoi kundër Lazios. Së fundmi, vlerësimet e La Gazzetta dello Sport dhe Tutto Sport bie në notën 6.5. Frigjora të mira, më të mirat e të gjitha e Interit. Penaltia, gjuajtja me të djathtën nga Jarsone dhe asistimi për Arnautovic. Aslani meriton komplimentet e shokëve të skuadrës, ndërsa gazeta e përtitshme torineze komenton: Aslani merr topin dhe shkon dëgjuaj nga pika e parë si një zëvendësues i vërtetë i Çalhanoğlut, por gjithashtu e bën veten të vlerësuar në fund të pjesës së parë me një tjetër gjuajtje, një mbrëmje mbar për Aslanin.